Mirë, jemi rikthyer në studio dhe sot do flasim për menopauzën, e cila është një fazë natyrale në jetën e çdo gruaje, kur vezorët ndalojnë prodhimin e estrogjenit dhe progesteronit. Ky proces shkakton ndryshime hormonale që ndikojnë në trup dhe mendje. Shumë gra her pas here nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh dhe po përjetojnë, nganjëherë përjetojnë me simptoma të vështira, e nganjëherë ndoshta më ndryshe. Por jam i sigurt që Inserti i shpjegon më së miri përmes një gjuhë shkencore i përgatitur nga gazetarës e Mesdritës. Ndjekim Insertin dhe prezentojmë të ftuar në studio. Menopauza është një fazë natyrale në jetën e çdo gruaje që zakonisht shfaqet midis moshës 45 dhe 55 vjeçare, kur cikli menstrual ndalon përfundimisht. Ajo ndodh si pasojë e uljes së hormoneve femërore, kryesisht estrogjenit. Gjatë kësaj periudhe, shumë gra përjetojnë simptoma si val të nxehta, gjersitje gjatë natës, luhatje humori, lodhje, probleme me gjumin dhe ndryshime në peshë. Edhe pse këto ndryshime mund të jenë sfiduese, menopauza nuk është një sëmundje. Me ushqyerje të shëndetshme, aktivitet fizik të rregullt, kujdes për shëndetin mendor dhe këshillim mjekësor, kur është e nevojshme, kjo fazë mund të kalohet me cilësi më të mirë jete. Përmes kujdesit mjekësor të gjitha menaxhohen. Me ne në studio Mozaketa, ginekologe dhe mikeshe programit dhe dashur mirë se vjen, kënaqësi. Është kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për një temë kaq të bukur siç është menopauza. Nuk do flas teori. Okej. Do bëjmë praktik sot. Inserti juaj e dha shumë bukur. Sigurisht duke shpjeguar. Unë punoj në një klinikë private dhe bëj vizita kryesisht me pacientët që më telefonojnë dhe që vinë. Normalisht më paraqitet në klinik një grua, ishte veshur me rroba të errta, rreth moshës 49-50, e cila ishte me një fytyrë shumë të mërzitur dhe gati për të qarë. Përse? Urdhroj, thash, flasim së bashku. Zonjës i kishte humbur jetën i shoqi përpara një vit më parë, dhe sigurisht ishte një përjetim ndoshta i dy fisht. Por ajo kishte një problematik tjetër, kishte një gjendje depresioni. Paraqitej erbasere me afshe të nxehta. Duke folur me mua i filloi ju skuq fytyra. Pra, një nga shenjat e asaj para menopauzës, para se të lënë menstruacionet, janë afshet e nxehta. Zonja pati një afsh të nxehtë dhe më tha, nuk parë do të frym. Vajza që kisha afër, infermierja, i them, shpejto, Joana, një gotuj. Piu një gotuj, u qetësua pak, më ndodh gjithmonë, tha, më ndodh edhe natën. Shpesher kjo nxehtësi ju ndodh grave, sigurisht ka ndryshimi që juve thatë i hormoneve që prodhojnë vezorët. Vezorja prodhon dy hormone, estrogen dhe progesteron. Këto kanë një nivel të caktuar në një cikël menstrual normal të një vajze re si puna jote. Për shembull, në qoftë se do marrim një cikël menstrual 28 ditor, në ditën e parë dhe në ditën e 14 që ndodh ovulacioni 13, 14, 15, rritet niveli i estrogenve. Pastaj në ditën e 13-14 ky nivel fillon të ulet. Ndërkohë shtresa e brendshme e mitrës, që ne i themi endometër, përgatitet ngadalë për një shtatzani në qoftë se do të ndodhi. Në ditën e 14, kur ulet niveli i progesteronit, fillon të rritet i estrogenve, fillon të rritet niveli i progesteronit. Ai arrin deri në një maksimum, por dhe gjithë shtresa e brendshme e mitrës bëhet gati, trashet, bëhet si një qylim persian, i butë, i këndshëm, që po të vësh këmbën aty për shembull është gjë shumë e butë, e rehatshme, bëhet gati për të përgatitur një vezë të fekonduar. Çfarë ndodh? Konkretisht kur shtatzania nuk ndodh, niveli i progesteronit bie. Duke rënë niveli i progesteronit që të barazohet me estrogenët, gjithë ajo shtresa e brendshme e mitrës, që është përgatitur pra endometrit, për shtatzani bie në trajtën e një gjakriedhje që ne i themi menstruacion. Në periudhën që ne flasim 50-51 vjeç,
inserti juaj e tha 45, unë do të thosha shumë herët, por faktikisht kështu është teorikisht. Çfarë ndodh? Ky nivel prishet. Duke u prishur ky nivel i këtyre hormoneve, pra nuk prodhohen estrogena aq sa duhet, progesteroni shkakton probleme të tjera, nuk rritet deri në nivelin maksimal dhe herbas here ke zonja që mu paraqit në klinik, përveç qafsheve të nxehta, ajo kishte dhe ndryshime në menstruacione. I bini njerë në 2 muaj. Njerë kam erdhen me një fluks më të pakët, pra më pak. 2 herë të tjera më erdhen shumë, sikur kisha therur një dash. Pra, një çrregullim? Ky është një çrregullim i nivelit të hormoneve që ndodh te gratë në këtë periudhë. Gjithashtu, shumë e rëndësishme është ndryshimi që ndodh si rezultati i këtij ndryshimi hormonal, pra ndodhin ndryshime në gjëndrat e gjirit, në gjoks. Gjoksi ka një funksion, gjithdhënien. A ka gjë më të bukur se të prodhosh qumësh për një bebe? Normalisht, tashti gjoksi e humbet funksionin e tij dhe kthehet në një gjendër dhjamore. Sigurisht që predispozicioni në këtë rast i ndryshimeve në gjoks mund të jetë më i madh. Prandaj shumë e nevojshme është që çdo 2 vjet ato të bëjnë një eko të gjirit për të parë ndryshimet e këqija jo të mira në gjendrën e gjirit. Çfarë ndodh tjetër? Gruaja ishte shumë e agituar. Jam depresive, luhatjet në humor. Nuk më zë gjumi natën. Pikërisht, këto janë luhatjet e humorit. Shpesher më thonë djem, tha se kishte 2 djem. Mami, ti nuk je më mami që ke qenë. Se nuk busqesh. Vërtet babai na iku, po ne duhet kemi një nën që ta të mbështetemi. Faktikisht nuk e bëj dot, tha. Unë tha jam gjithë kohës dhe i rridhin lot. Qante, ti s'duhet qashe ta shumë ka ardhur koha që ti të trajtohesh, ti është vërtet njësoj. Si që ke qënë edhe më parë? Çfarë ndodh tjetër që më ankonte? Më dhëmbin gjymtyrët, nuk ridot në këmbë. Çfarë ndodh? Ky ndryshim i këtij niveli të hormoneve bën që të largohet kalciumi nga kockat dhe kockat të bëhen porotike, pra quhet ajo që ne i themi osteoporoza. Dhe pikërisht ka raste që gruaja nuk merr asnjë lloj suplementi dhe çfarë ndodh? Ky kalcium largohet vazhdimisht nga kockat, duke ndenjur bën një frakturë për shembull të kolonës vertebrale. Dhe mbetet në vend. Apo, në qoftë se rrëzohet, keni dëgjuar shpesh, u rrëzua i plaku, sa shpejt e theu këmbën, po të rrëzohesh ti, djali i ri, nuk të thyet këmba, sepse je akoma me kocka të forta. Por, në këto raste, osteoporoza është shumë e theksuar, dhe ajo që duhet bërë, është densimetria e kockës. Këto gra duhet të drejtohen për të parë sa dense kanë kockën, a kanë nevojë, sa sasi kalciumi duhet marrin, si duhet i përthithet ky kalcium në... Zënja Keta, po a ndodh vallë që gratë, pasi lidhni fëmijën e parë, fëmijën e dytë, e vizitojnë gjithmonë më pak ginekologen, ndërkohë që duhet ndodhi kundërta? Ka ndodhur më dikur. Po tashmë? Mbrëm faktikisht takova një zonjë që ishte diku në një protest. Po kalonja rrugës dhe moj thash si është avokate, ka 5 fëmijë. Tha, doktoresha që kam lindur të voglin, tha s'po ja varë më vetes. I thash ti, po unë duhet vita pa tjetër, të bëj vizitën, të bëj pap testin. Këto i diti, thash, po s'ka ardhur. Pra ndodh ndonjëherë dhe nga neglizhenca. Më kuptoni? Pra nuk ndalojnë vizitat pas si mbaron lindja e fëmijëve. Mbaroj, do të shpjegoj dhe disa shenja të tjera. Shpesher kjo zonjë që më erdhi tha, më masni pak tensionin. Normalisht tensioni shkonte mbi 14. Në qoftë se ne themi 2 lloj tensionesh, keni dëgjuar sistolik dhe diastolik. Në qoftë se tensioni i zemrës shkon mbi 14, atëherë tregon që ka një problematik me zemrën. Në qoftë se dhe tensioni tjetër, diastoliku, që është tensioni veshkave, i themi neve, shkon mbi 9, tregon që ka dhe një problematik tjetër. Prandaj, kjo grua kishte pra dhe një hipertension. Kjo vjen si rezultat i ndryshimeve hormonale, shpesher
shumë gra të cilat vërtet nuk e kuptojnë në rëndësinë e menopauzës dhe unë ju falenderoj shumë që e rihapët këtë temë. Bile kur po vinja i them vajzës kam qënë këtu që kur është hapur vizioni për herë të parë dhe tema e parë që kemi bërë dhe emisioni ka qenë stetoskop. Nuk e harroj, ka qenë menopauza. Bile përshëndes Adër që ishte moderatore këtu dhe kemi pasur një fotografi të madhe të dyja të vënë në mur atje. Tema e parë ka qenë menopauza e ri përsëri. E bukur kjo për të shumë e bukur. Dhe po gjithmonë sa herë kaloj aty shoh murin, jo nuk që kam më foto. Ja që të ftuarit bënë miq të televizionit edhe të programit gjithashtu. Me këtë televizion vërtet jam bërë mikesh edhe e ndjej. Gëzohemi. Falënderit. Por të tregoj tash të vazhdoj të tregoj. Pra zonja kishte luhatje të humorit, kishte hipertension. Shpeshherë këto gra duke mos e par atë rëndësinë e asaj që po ju ndodh në organizëm, kjo është fazë normale, nuk është sëmundje. Sigurisht, kalimtar. Sigurisht, neve, po, patjetër, duhet ti mësojmë. Drejtohen ke mjekët kardiolog, kam tension. Dhe shumë herë mjekët kardiolog sigurisht që i japin mjekim, por krahas kësaj, ai mjeku kardiolog do t'i thotë shko, drejtohu dhe ke ginekologu se të ka filluar një gjë e tillë. Pra, kjo fillon. Pjesa tjetër përveç ndryshimeve kardiovaskulare, pjesa tjetër është ajo që ne i themi dispareunia ose dhimbja në raportet seksuale. Këto gra... A mund të ndalemi pak këtu, përpara se të citojmë gjithë informacionin që ju të ndalim me ne, rritet apo ullet dëshira seksuale gjatë menopauzës? Pikërisht këtë dua të them. Në këtë periudhë fillon të ullet dëshira seksuale. Shpeshherë kjo grua nuk e kishte bashkëshortin se i kishte vdekur, por thoshte, më tha, kam dhe një gjë tjetër, unë jam shumë e thatë, nuk baj do të veshur asgjë. Pra, këtu fillon, sepse estrogene dhe progesteroni në qoftë se veprojnë si shtregova unë, atëre pikërisht këto do të ruajnë edhe pH-in e vaginës, do të ruajnë vaginën të lëngëzuar ashtu si duhet. Ndërsa, në rast të këtij ndryshimi, fillon tharja dhe raportet seksuale bëhen të dhimbshme. Ndodh ajo që ne themi dispareunia, por ka ardhur koha ta thyejmë akullin. Ta thyejmë. Ka trajtime nga më të ndryshmet, të mira, hormonale, bimore, që patjetër për të patur një jetë seksuale normale. Dhe mua shpeshherë kur më drejtohen gratë i them po, do ta merrni mund të vijoni të keni një jetë të shëndetshme. Të keni jetën tuaj. Bile do t'jeni ju që do t'i afrojeni bashkëshortit, jo ta largoni. Sepse thonë këtu ama se nuk e duam, po kjo nuk do. Duke qenë se kemi të bëjmë me shregullim hormonesh, dhe kjo është pyetja ime e fundit. Mos vall, ai ndryshimi humorit që ju na treguat, gratë largohen nga bashkëshortët e tyre në këtë periudhë? Kjo është pra pikërisht vin ton, aman më se nuk e duam afër. Nuk e dua burrin, më thot. Po, kjo është një anë. Pjesa tjetër dhe shumë e rëndësishme janë urinimet e shpeshta. Çfarë ndodh në organet gjenitale të një gruaje në këtë periudhë, nga studimet e ndryshme shkon rreth 20 herë më pak gjak se sa në organet gjenitale të një vajze të re. Pikërisht në këto raste, duke patur më pak gjak që t'i shkoj, ato fillojnë të thahen dhe të mos ndodhi ajo që ndodh normalisht në jetën seksuale të një gruaje. Por, gjithashtu, edhe vezika urinare bëhet më fragile, më e thyeshme fshikza e urinës dhe fillojnë dhe urinimet më të shpeshta, ndonjëherë me djegje, ndonjëherë shqetësuese. Ka raste që si rezultati ndryshimit të pH-it të vaginës, si tharjes, të fillojnë dhe pruritë e kruarje. Shpeshherë gra në moshën e menopauzës paraqiten pranë mjekëve ginekolog me kruarje, mos kam në një infekcion. Edhe pse nuk kanë një infekcion. Edhe pse nuk kanë një infekcion, ne i themi prurite senile, kruarje të moshës, të cilat sigurisht që kanë trajtim. Meqense ne jemi shkurt, jo gjatë, unë do t'ju tregoj diçka mbi trajtimin. Pse jemi në minutën e fundit, në tonë trajtimin. Sigurisht që trajtimet mund t'jenë hormonale, patjetër që quhet terapia hormonale zëvendësuese, e zëvendësojmë estrogenin me mjekim. Por, fitoestrogenët, estrogenët bimor, janë ato që do t'jenë më të mirët. Janë ato të cilët do t'a regulojnë
nivelin hormonal. Pra, trajtime bimore ka sa të duash dhe trajtimet bimore janë më të mira. Sigurisht që ka dhe trajtimet të tjera bimore që ta thyej makullin që ato ta afrojnë prap bashkëshortin e tyre. Sigurisht që një shumë vlerë është të madhe, ka që këto gra të drejtojnë tek ginekologu që me shenjat e para duhet patjetër të bëhet ekzaminimi i pap testit. Pap testi është një analizë e cila vlerëson ndryshimet jo të mira në qafën e mitrës. Ndryshimet hormonale mund të shkaktojnë ndryshime edhe në qafën e mitrës. Prandaj, nëpërmjet ekranit tuaj, desha t'i drejtojmë të gjitha grave në këtë periudhë. Është një periudhë kalimtare, ju duhet ta kuptoni. Asnjë lloj problematike nuk do të keni nëse do të keni lidhje me mjekët ginekolog. Konsultimi është zgjidhja e dur. Faleminderit shumë, gjithmonë e mirëpritur për informacionet që ndave. Për ftesën e bukur që gjithmonë shumë e këndshme. Faleminderit. Qëndroni me ne, e rikthehemi pas pak.